Në disa narracione që i ndëgjoni ose i keni ndëgjuar qoftë në për xhamia, në për oda, në për rrjetet sociale, thonë se pak para kiametit do të jetë një koalicion mes të ashtu quajturve musliman dhe ortodoksve, krishterëve, dhe më thonë bëhet fjalë për slavët, dhe më thonë për rusët, ortodoksët slav. Një kohë të gjatë është trumbetu kjo se ma afër një musliman e ka një sërb, një rus, një bulgar, se sa e ka një shqiptar katolik. Une me përgjithësinë më të madhe ju them se në Maqedoni kemi koalicionin e vëllezërisë slava muslimane që i ndjekin shqiptarët, i persekutojnë shqiptarët, por habitem se ne nuk paraqesim ndonjë rrezik këtu në Maqedoni. Ne nuk kemi më shumë se 5% në Maqedoni, edhe ne habitem se ku nuk paraqesim kurfar rreziku muslimanët dhe slavët, domethënë, që janë bashk, e kanë aparatin e shtetit, i ndjekin shqiptarët shumë më keq se në kohën e Jugosllavisë të kralit, ose shumë më keq se në kohën e apartheidit në Afrikën e Jugut. Pra, këtë ka bot Tërbeshi Ali Ahmeti.